Një tjetër operacion kundër përpunimit dhe tregtimit të lëndëve narkotike është zhvilluar nga policia e Tiranës, e cila në drejtimin e prokurorisë ka goditur një rast të kultivimit dhe përpunimit të kanabisit në zonat malore në fshatin Mukje. Operacioni i koduar improvizimi u finalizua pas një hetimi disa mujor që çoi në arrestimin e një 42 vjeçari dhe në procedim penal të një personi tjetër i cili dyshohet se kishte dieni për aktivitetin kriminal, por nuk e kishte kallëzuar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, kontrolli të ushtruar në një ambient të improvizuar për tharjen dhe përgatitjen e bimëve narkotike për tregtim, u gjetën dhe u sekuestruan 516 gram lëndë ndyshuar kanabis sativa e përgatitur për shpërndarje. Nga të dhënat paraprake dyshohet se vendi ishte përshtatur posaçërisht për tharjen dhe magazinimin e drogës me synimin tregtimin e saj në zonat përreth. Materialet hetimore janë referuar në prokurim pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për vrimin e veprimeve procedurale dhe hetimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në aktivitetin kriminal. Policia e Tiranës theksoi se operacionet kundër narkotikëve do të vijojnë në të gjithë territorin e qarkut me qëllim identifikimin dhe ndalimin e personave që merren me kultivimin dhe tregtimin e lëndëve narkotike.